tashmë kam kënaqësinë që të ftoj në skenë drejtorin e zyrës vendore të arsimit në Shkodër, zonjën Brisela Kadia, për të vlerësuar një emër që i përket sportit të tenisit. Në fakt në Shkodër tenisi vitet e fundit për shkak edhe të vëmendjes që është treguar ka marrë një hovë që duhet konsideruar i rëndësishëm dhe shpresojmë që pse jo talentet të mos i mungojnë Shkodrës, siç është edhe emri në fakt që do të vlerësohet sonte. Veçojmë pjesëmarrjen e saj në kampionatin botror të rriturave, duke qenë një nga pjesëmarrëset në moshën më të re. Ajo ka sfikatur me performancën e saj dhe konsiderohet e ardhme e sportit të tenisit. Me kënaqësi, mirëpresim Enki Hyseni. Mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt është shumë kënaqësi edhe privilegj me kanë pjesë e këtij aktiviteti që tashmë është kthyer në traditë në fund vit. Dhe dua të përgëzoj dhe të falenderoj shumë organizatorët dhe mbështetësit e tij që në fakt nga viti në vit po rritin suksesin e këtij organizimi. Shkodra ka pas sukses të padiskutueshëm në dy fusha, veçanërisht në dy fusha, në art dhe në sport. Në sport mund të them që kanë nxjerr talente të padiskutueshme që e kanë ndërruar qytetin në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Nuk mundem me lanë pa përmend diçka. Sigurisht investimet në terrene sportive po bëhen, vëmendja e ministrisë, e qeverisë, e bashkisë është rritur në zhvillimin e sportit, po ajo që do të them është që Shkodra ka një fat edhe një privilegj të madh, që të gjithë këto talente të reja edukohen në institucionet tona arsimore nga sportistë që kanë kontribuar dhe vazhdojnë e kontribuojnë në vite dhe tashmë edhe për të ardhmen e qytetit të Shkodrës. Për mua është fat që i kam koleg si mësuese, por nga ana tjetër është fat i madh për këto 33 reja që edukohen nga këto talente dhe sportistë që kanë kontribuar në vite në sportin shqiptar. Duke u rikthy te Enki, është kënaqësi që unë sot po jap këtë çmim Enkit, e cila me talentin e saj, vendosmërinë dhe me punën edhe përkushtimin ka arritur të përfaqësojë qytetin e Shkodrës në rajon si të barabartë me vendet e tjera që sportin e tenisit e kanë patur të zhvilluar ndër vite. Shumë suksese Enkit. Unë uroj shumë që Shkodra dhe Shqipëria të di t'i mbaj dhe t'i vlerësoj këto talente që në të ardhmen të vazhdojnë të nënërojnë me arritjet e tyne. Suksese. Atëherë, fillimisht, mirëmbrëma gjithëve, dosha me falenderu për çmimin, edhe gjithashtu dosha me falenderu klubin Shkodra Tennis Park për kushtet e mira që na kanë ofruar, trajnerët Dino dhe Blarta për punën e tyne, edhe gjithashtu familjen teme si mbështetje kryesore. Shumë faleminderit. Ky çmim më motivon mua që me ecë më shumë para.